Bashkia e Tiranës fton të gjithë fermerët të tregtojnë në Baldushk në një treg të ndërtuar enkas për tregtimin e gjës së gjallë dhe gjelin e detit, simbolin e festave të fundvitit. Qytetarët në këtë treg do të kenë mundësi të njihen dhe blejnë edhe prodhime të tjera vendase të fermave të ndryshme shqiptare. Kjo është një zgjidhje higjienike, kjo është një zgjidhje shëndetshme, kjo është një zgjidhje që promovon ekonominë vendase, ndaj dhe vjen mirë që ky treg do të jetë i hapur në 2 javët e ardhshme këtu në Vishnje për të ftuar të gjithë qytetarët e Tiranës që të konsumojnë produkte lokale në një zonë që është një zonë jashtëzakonisht e bukur, në një treg që ka të gjitha kushtet, i ftoj që të vinë të blejnë produkte lokale, të kenë gjelat e Baldushkut përpara se të mendojnë për mallin e importit. Sa më shumë para të qarkullojnë brenda vendit dhe sa më shumë para të mbeten në fshatat e Tiranës, aq më mirë për ekonominë e Tiranës, sepse këto para rikthehen në ekonomi. Drejtoresha e Agjencisë Mbrojtjes së Konsumatorit Rudina Hoxha tha se ky është tregu i parë i gjës së gjallë dhe produktet janë të garantuara. Konsumatorit të Tiranës po i ofrohet produkti vendas, gjeli Baldushkut. Kësaj radhe është një produkt i sigurt. Bashkia e Tiranës përmes Agjencisë Mbrojtjes së Konsumatorëve ushtron kontrolle për të garantuar cilësinë, origjinalitetin dhe çmimet e qëndrueshme për të gjithë qytetarët. Ky treg krijohet për herë të parë në Vishnje të Baldushkut, me qëllim shmangjen e tregtimit të kafshëve në rrugë dhe në sheshe të kryeqytetit.